Komentimi i përsosur i Kuranit. Gjuzi i 29. Sure El-Haqqa, zbritur në Mekë, ajete 52. Përmbajtja e sures El-Haqqa. Përmbajtja e kësaj sureje trajton 3 çështje. Çështja e parë, që është edhe më e rëndësishmja, flet për Kiametin dhe për disa veçori të saj. Për këtë arsye në këtë sure janë cituar 3 emra prej emrave të Kiametit, që janë El-Haqqa, Qaria dhe Waqia. Çështja e dytë flet rreth fatit të popujve jo besimtar, në veçanti flet për popullin e Adit, të Themudit dhe të Faraonit. Jepen paralajmërime të forta dhe të theksuara për të gjithë jo besimtarët dhe mohuesit e ditës së Kiametit. Çështja e tretë flet për madhështinë e Kuranit dhe pozitën e lartë të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, si dhe për dënimin e mohuesve.